Kërkesa e kreut të shtetit Bujar Nishani për shpalljen si antikushtetuese të ligjit për KLD-n është rrëzuar nga gjykata kushtetuese, po ashtu me kërkesë të një grupit deputetësh të djathtë, edhe opozita është rrëzuar nga gjykata, por duke u pranuar pjesërisht kërkesa e saj për shfuqizimin e nenit 4 të ligjit të qeverisë për KLD-n. Presidenti i Republikës kërkonte shpalljen si antikushtetues të nenit 7 të ligjit për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili detyronte kreun e shtetit që të zgjidhte në postin e zëvendës kryetarit të KLD-s një ndër 3 anëtarët të këtij institucioni të zgjedhur nga kuventi. Ndërkohë ankimimi i PD-s është pranuar pjesërisht. Partia Demokratike përmes ankesës së saj ka mundur të fitojë një betejë, atë të shfuqizimit të nenit 4, i cili parashikonte shkarkimin e anëtarëve të KLD-s, qofshin këta të zgjedhur nga konferenca gjyqësore apo nga kuventi, për shkelje të kushtetutës dhe të ligjit, një precedent në fakt që u përcoll në vend me shkarkimin e zëvendës kryetarit të KLD-s, Elvis Çefa, dhe antari tjetër Lulzim Lelçaj, një shkarkim i cili erdhi pas një komisioni hetimor të deputetëve socialist, për të cilën opozita pati kundërshti të forta dhe e cilësoi si një shkelje të ligjit e kushtetutës. Por opozita ka humbur luftën pas këtij vendimi të gjykatës, pasi PD kërkonte shfuqizimin e plotë të ligjit dhe shpalljen e tij si të papajtueshëm me ligjin themeltar të shtetit.